Piktor, shkrimtar. Nga Vlora. Kjo është piktore bërë. Mirteza Mara, poet, kryetari i klubit të shkrimtarëve Petro Marko në Vlorë. Mire që shtetja. Po si plakë, dhe me. Na merë të keqe plegjeria. Ja, shkon që thotë. O, zotë dritore, e kemi kënduar dhe kënë. Shqipër s'ka plegjerisë. I kemi kënduar. Ajo, una që plaku të mos bëhet sklerotik, ajo është e keqe. Ashtu qëndrona e fjala që thashun. Që të qmendë. Sa, këtë pakën të mbaj mund të Paktën të mbaj mund të deri sa të vdes të ditë lafos. Ulluni. Mitrovici? Jo, Nuk do vesh. nuk do vete se... Ti japin një çmim ata. Po, Ata të Mitrovicës. unë svete do të se është më 21 Nuk e përballoj e bën Korça në atë universitetin e saj Po? një aktivitet. Bëjnë honoris causa dhe Po, Korça djepi, Edhe- Pasaj këtu në 13 ka kjo akademisë, me 19 është një bërëmi në poetike, 19 është një mbrëmje poetike në teatrin Teatrin Popullor. popullor. Po me 14 do vinë nga Bujanosi, një 5 nxënës, mësuesi tyre, një gazetare, ato marrin gjitha të rrugë që të vinë deri këtu. Jo, se në Mitrovic kanë një veprimtari ata. Po, më thane, E kanë Ja qytur morin telefon e Po. kishte, mori Shoqëri Galica njërin e Po, tjetër. dhe atje më dema që më dërgoj dhe mua ftesë për të qenë atje, ata do ta bëjnë. vlonjatët ata i duan shumë. Po edhe ne duam dhe ne i presim shumë mirë. Kur na vinë aty në Vlorë, ne ata i presim si Veçanërisht Recep Qosja po. është nga idhëtarët më të mëdhenj të Më Vlorë Vlorës. dasës, ashtu është. Biletor të Vlora duhet i krye qytet. Kjo një pastaj Ka thënë dhe Ali Aslani. Vlora e ka Vjersha e Ali Asanit është e shkëqyer. Vlorën vetëm Vlorën. E, Thelbe kam në zemër, Po. ditën e kam dritë, natën e kam ëndër. po, Le të bëhet konkurs të gjithë poetë e Shqipërisë. Mund të bëjmë poezi nga më të madhërishme. po. Edhe unë kam shkruar për Vlorën. Edhe tjetër ka shkruar për Vlorën. Poezi, por këto katër vargje janë lapidar. Dhe unë do të ishja që në qaftë ullive aty në Vlorë, atje siç bëra mozaiku, atje duhet një mozaik me këto katër vargje. Po, po. Edhe atje mund të vishin këto katër vargje. Apo jo, është bile, janë vonë për disa gjëra, me i se shpresohet të tash nga nëndori të ketë një diçka. Po, ora e ka... Figuron telefonin. Jo ata nuk din të shfryzojnë të 4 vargje dhe t'i vejnë paraqiten, vënd që të Tu keni një roman filmin, tu keni të Mirtezarit, dhe surpriza besoj është kjo. Njëru me to. Në urimet më të mira që të bjeni vete si Mato Gruda. Ky është një çakmak, dhe të tregoj unë. Muzikë. Nuk besoj të mërzit e zotit. Jo, qërë. Se duan në kalën. Duan në kalën një. Jo, Se kalën? Ja. Mirë. Po se kalën duanën, atëre... Topi Mato Grudës, e që krepet këtu. Ti e ndizet cigaretja. Takzoni. Jo, ishe me karakteristike të s'ku qa patë. Pastaj kemi seancën tjetër, do paraqitem unë i Athinës. Falenderit. Nderuar qofsh. Rat. Që thonë lejtë të ja ju patë më borç. Aty kemi biblioteka të folit, e sa e Viktoria në të. Kërës Hispania nga Vlora, nga rrethet e Vlorës. Stili i piktorëve të Vlorës. Viktoria në Ishte bërë
si Shkollë më vete. shkolla e kësaj pikture. Aty kemi tunele ujtëtot, po jo nga përpara. Në historie si dhe Skinder Kamberi, zot Dritero, si ishte mundur do të asnjëherë se kemi bërë nga prapa, ky është nga prapa tuneli. Lësova një ca florë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Besoj është e vizuar kjo dhe shkruar nga autori, Zoti Dritero me rastin e 80 vjetorit të lindjes, 13 tetor, klubi Petro Marko Vlorë. Faleminderit. Është kënaqësi për neve, duke uruar të rroni edhe 100 të tjerë. Faleminderit. Edhe ju shëndet. Po ku jam më i madh? Oh, tash jam disa centimetra jam më zvogëluar. I madh. Dritoroi, unë nuk them në gjëtre, mund të jam i fundit që them këtë, nuk është i juaj. Dritoroi është i yni, po merita është që ju i prisni urime direkt. Dhe që është dritoroi ky që është sepse jeni dhe ju. Dhe Atë kemi bërë kontratën. ashtu ndoshta si bashkarisht. ashtu ndoshta si Të gjithë shtohet ty jeta, më shtohet dhe mu. O zot Dritero, Prandaj. një roman të tillë ju e keni marrë nga unë, Po, Dielli perëndoi në lindje. po. Ua kam lënë atje tek libraria juaj. Po. Ky është përpara atje, se është një tetralogji kjo. Të kemi i madh i Dritero. E di pse të kemi? Të paçi me jetë e me Çokoladë që shëndet, të mbërtohesh. me jetë e me shëndet e me mendje plot. Sepse e kanë dritur letërsinë dhe ne krenohemi. Rosh, Ai gëzuar. Jetë të gjatë, Edhe faleminderit. të gjeni të bardhë dhe me mendjen plot për të shkruar akoma. Ja, Për të shkruar Dritero. vëmendjen e ka të freskët fare, por fizikisht njeriu bie. Edhe ishte bile një mjek, edhe po thoshte që po i thoshte duke parë. Tha që do shumë të dorë ka shkruar me qindra faqe. Si e mendon? dëshira. Bile njëri i fryn ta marret fare dhe i bëm antibiotik dhe i shumë. Ishte pikërisht duke shkruar. Dhe se i thash drejtoroj, ti shkruje, thash unë dhe në 3, unë ngriesha në 3 ti, daktilografore. Revista Pelegrin gjithmonë është e pranishme këtu te dera Agolli, po shikoj që thot këte nga mbrapa. Thot, Pelegrin 16-17. Dritero Agolli, viti Dritero, 80 vjetori poeti, 1931, 13 tetor, 2011. Në krye, pastaj mbas Driterojt vjen nobelisti i pa rus, Bunin, e të tjerë. Po, i pari e ka qenë poet, edhe prozator. Dhe këtu janë poezitë e Driterojt dhe qelet revista me Driterojt. Faleminderit. Një thuaj një. Jo, falenderojmë ne. Po çfarë? Kam dhe revista. Faleminderit. Ne kam dhe revista. Ky është Nasejani me Driterojt. Botim i ri. A, ke bën botim. Po. Faleminderit në Ky është tashi. sa ke bërë. Nga viti 1995-2010. Edhe ka ditar, ëndra, kujtime, poezi dhe publicistik. Shumë mirë, faleminderit. Unë do themi qik pa shokët, sa për të ngacmuar, do themi aty gjëra, që kur mësova dhe dashurova poezi. Që në rinin tim. Po, Jam mik i familjes Driterojt dhe i Dritereshës, se ne ka Gjirokasa themi Driteresh. Si Sterovicës. Dhe edhe mik i Dritereshës prej 20 vjetësh. Edhe ky libri 1995-2010 përshkruan miqësin ton, po mbi të gjitha portretin, ikona e këtij libri është Dritero Agolli. Nëpërmjet takimeve, vizitave në familje, letërkëmbimeve, ditarit që mbaj unë, telefonatave, se për fat jo të mirë, gjithë këtë libër unë e kam shkruar duke qenë larg Shqipërisë në Greqi. Dhe në periudha shumë të rënda edhe për Shqipërinë, se ky ka 95-ën, ku brenda është
lufta e çmendur e 97-s, edhe deri në 2010-ën tranzicioni 20 vjeçar i pandodhur në asnjë vend të botës, dhe edhe ëndrat. Dhe për çudi ëndrat që kemi parë jo vetëm me personazh drejtoron, po edhe me personazhe. Kam parë dhe ëndra me Macedoni se kam parë kur, po çudi, kush të hedh gjumi. Dhe edhe ëndrat janë ja prologu, ja epilogu i një ngjarjeje të vërtetë. Këtu patjetër nuk ndryshon që nga fillimi është poet edhe njeri, që them për Dritoron, ku personazh kryesor është Dritaresha, si haroj gjuhën e dhive, me 2 dritorot është një ëndër, e të tjera e tjera. Faleminderit shumë. Nuk e kam patur lehtë që ta arri këtë. Shiko ky i madhi dhe më i thjeshti. 2-3 vargje kisha për të shkruar. Dhe pastaj, papritur i harova. Mbase s'kishin brenda gjë të çmuar, ndaj me ta sulodha, sumendova. Dhe megjithatë një pel më beti, pse 3 pika vjershe i braktisa. Me 3 pika s'pasurohet deti, por si bëjnë as keq këto 3 pika. Drejtora godë. Pik bëhet ajo. Pik buxhet. Edhe Kazani. Pika bëhet lumi. E ka në francezë, pika bëhet lumi. Francezë? Ne themi burgur. Pse bëhet lumi. Pse duhet ta nderojmë? Unë edhe krijuesi, jo këta mitë këtu, po dhe krijuesit e Athinës, të klubit të shqiptarëve të drita, e nderojmë se është një mik i vërtet. Nuk di ta thot fjalën me hile, nuk di të ndihmoj me hile, dhe mbi të gjitha mençurinë e vet u ka dhënë pa pagese dhe pa kosto të tjerëve. Mirë po ndodh edhe kështu. Djaloshit ja mësova fshektësit, të shtinte me shigjetës si fajkua. A i mësoj aq bukur sa një dit, e ngriti harkun dhe qëlloj mbi mua. Thot Drejtoroj. I ka thënë dhe këto? I ka thënë, sepse dhe shumë nga ata që Drejtoroj i mori edhe i rriti kështu, pastaj çoçu bën, çoçu duk vetë. Jo, me gjithat kam rruar shumë nëse, dhe më kam bërë shumë përshtypje. Me sytë me lotë, edhe tha, mund të takoj Drejtorin, ishim në një përvjetor të Shabandemiraj. E tash po si, thash unë Drejtoroj falë, tash nuk asë një gjë. Edhe kapi puthi dorem, edhe po më do Ai që kësaj shigjetës. Jo, ishte një tjetër. Një shkrimtar tjetër që tani është i shquar. Kam një kujtim shumë të ëmbël. Ka qenë 76. Kisha shkruar për të botuar një novelë në shtëpinë botuese. Ndodhet aty dhe ju dhe Ismail Kadarea. Edhe Ismaili hapi këtu dhe pa atje në një vend, një batut të një milici, shtimbësh mbretit i hash. U acarua me njerë dhe më do të mua, për cilin mbret e ka fjallën një. Për Zokut i të shtë, kone Zokut ishte njëre. Jo atë e pukri, o i thatë, o Ismaili, lere luan të tonë rehat. E ka mira i po lere rehat. Su dhje më Ismaili pastaj. Po më kam betë kështu kjo. Për gazetën, strukturët e telegraf. Ishte redaktori Telegrafit. To që më ka folë për juve. Eglantina Kume, personazhi, ajo vajzë e vogël, Bulena Ipi që e varën, Kam një kujtim shumë të ëmbël. Ka qenë 76. Kisha shkruar për të botuar një novelë në shtëpinë botuese. Ndodhet aty dhe ju dhe Ismail Kadarea. Edhe Ismaili hapi këtu dhe pa atje në një vend, një batut të një milici, shtimbësh mbretit i hash. U acarua me njerë dhe më do të mua, për cilin mbret e ka fjallën një.
Zokut ishte, kone Zokut ishte njeri. Jo atë e kukri, vonë që i thatë, o Ismaili, lere luan to në rehat. E kamira e po lere rehat. Sudi e po Ismaili pastaj. Po më kam betë kështu kjo. Eglantina Kume, personazhi, ajo vajzë e vogël, Bulena Ipi që e varën, ajo e thinja Bojfshehu erdha me Timbir në Tiranë. Pash një fytyrë shpellë gdhëndur, me gdhëndje mënqurie, një kokë të bardhë me petale lavdije, i mbir me kureshtje e shikoj. Fiksoje i them. Ky është drejtori. Bravo, shumë bukur, bravo, s'na ke lexuar nëse. Më i çuditshëm në botë thuhet, mbase shesin mend grekrit, po është Santorini. Dhe unë duke qenë në Santorini, të kam sjell dy simbole. Kjo është shishja me uzo, po që ka hartën e Santorinit. Po. Hartën e Santorinit. Dhe me qenë se është ishull vulkanik, kam sjell dhe një gur Santorini. Kur të shkrihet ky guri, atëherë le të shkrihet edhe drejtëroi të bëhet i gjithë poezi. Se ka akoma brenda, nuk e nxjerr. Nuk e nxjerr poezi, dhe ka akoma brenda. Klubi Drita quhet? Klubi Drita, do t'jap informacion. Është fytyrë perëndie i ardhur nga qielli, a fytyrë njeriu i mbir nga toka. Nuk është Homeri, as Mickiewicz, as Kazanzaci, nuk është Robert Burnsi, as Charles Baudelaire, as Saadiu, nuk është Aragoni. Shpikje, nuk është Homeri, as Mickiewicz, as Kazanzaci, nuk është Robert Burnsi, as Charles Baudelaire, as Saadiu, nuk është Aragoni, as Paul Éluard, as Majakovski, nuk është Voltaire, as Alighieri, as Diderot. Një fytyrë e daltuar nga mjeshtri pa emër është drejtëroi. Nëse janë. Pranverë 2001. E ngritë shumë, more. E ngritë shumë. Atë e unë thoshte matograf. Edhe njerë. Ja. Mato gruta tash ti, bile për mua, këtë mos e fut këtu por të vi njerëz në 40 çik këtu edhe. Ama vetë se mos e Vetëm duhet nga ta marrë vesh atë NATO se drejtori ka qenë jo vetëm udhëheqës mendor dhe shpirtëror i klubit Drita, por ka ndikuar direkt në mbarvajtjen dhe lecurin e atij klubi. Bile deri te revista Pellegrin më tha Pellegrin t'ia vësh emrin e revistës. Po, voluntar. Dhe Për një qabe. Ata ishin Pellegrin të lodhur. Dhe klubi Drita, drejtoron e ka kryetar nderi. Kryetar nderi të klubit Drita. Atë plaketën ja kemi dërguar me... Ja kam dhënë unë 75 vjetorit, ishte shqiptarë atëre, ishte nga me pasë t'ju. Pate fat ju takon. Ishte impulsiv, ishte gëgja, po të ishte Unë në vetë për e saptim të të bëjë, edhe unë e kam një drejtoroj. Tashti, Çuditshëm këto me shumë surpriza të ritroj. Ti mendoj, janë të zëndoj, ka shumë gjë e bukur. Atë se priste njerë. Jo vërtet kjo nuk e priste. Se libra na kanë ardhur plot. album, është i kapë gjitha. Dhe peizazh, do në fotografia që është... Ky është flamuri i klubit të shkrimtarëve shqiptar në botë Drita. Dhe këtë është dhurata simbol si kryetar nderi do mbetet juve se ju e drejtoni pavarësisht se unë jam atje, po ju jeni kryetari nderi i atij klubi. Kemi votuar të tërë si kryesi, nëse ti se bëre me kokën tënde, ta dish. Patjetër. Mu të lini ju lonjatur, ç'a thua? Ky i dashur drejtorë është flamuri juve, joni i të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit pastaj. Do të vem këtu. Jo, ai ishte dhe i bukur dhe kështu. Si bukur. Jo vetëm. Po, po. Duke një është e vërtet, diçka që qarkullon si Barcelet për ju. Zonja juaj, Ismail Kadarea dhe zonja Ismail Kadares, në Durrës, ju ishit në Itali. Po. Thot Ismail, ndjeni ndonjëherë nga Italia që vjen këtej? Jo.
Nuk njeni hierarkie, po pi drejtoroj një Itali. Ja, është Barcelet. Barcelet. Pazarar që ka. Jo, pazarar. Pazarar. Jo, mire ka. Reale. E kanë bërë si Barcelete. Është e vjetër, Në shumë vjetër. 97-ën, në fund të 97-ës, përcuam ata të Otrantos që u bë ceremonia e varrimit të lartë. Në Vorrezat e jashtë. Vajta në ato vërezë. I pash. Ju atë dite kemi qenë bashkë, ka qenë Eduard Alushi, nga Vlora, ka qenë Dashamir Kadëna që ishte në kryetari i Shqiput atëherë, një Dash Kadëna nuk e di në mba mund kujtohet, jo. Dhe dy shkallë të Kuzobajt u futëm, do ullëm në lokal. Dhe qa do marrë, qa do marrun, thotë të drejtoroj, unë dua një birë dhe një raki. Edhe tash në ngellëm kështu, ore, po mirë. Pse të dyja? Dhe gjë thot, bira thot bëhet nga Elbi, është bukë. Raki bëhet nga rush, unë thot ha buka rush. Kemi qenë. Se jo, ushimore. Aty në hol kam fotografit që kemi dalë bashki me shoqe, Sadia, Juve, kam kujtim të veçantë. Kemi dhe atje kur të dorëzova të plakatën e ndërë nga klubi drita, po ajo është veçantë dhe ne që jemi këti nga provinca, me gjithse Vlora së quhet provincë. Vlora është kryeqyteti i parë. Ne përsëri e quajmë fat, e quajmë eveniment, e quajmë nder, krenari, që unë kam takuar drejtoroj, në një drejtoroj, kam folë me drejtoroj. Ta shti kësaj krenaria tonë ishte dhe një madhe fare. Ne vajtëm në shtëpi dhe uruam drejtoroj. Drejtoroj në priti, drejtoroj në busqeshi, drejtoroj në dha dhe raki. Dhe ne nga Vlora vim në emër të klubit të shkrimtarëve Petro Markos. Mbaj me emër në Petro Markos. E meriton shumë fish, Petro. Kështu që ne kemi për nderat atë kemi. Drejtor Agolli ftoi njeriu që të bëhej njeri. Ftoi të çndershmin që të bëhej ndershëm. Ftoi të sotmen që të ishte ardhmja. Ftoi të djeshmen që të mos harrohej. Ftoi shqiptarët në domethënien e të qenit shqiptar. U kujtoi shqiptarëve se Shqipëria e ka emrin Shqipëri. U kujtoi shqiptarëve se kanë një festë të flamuri dhe një festë të gjakut të patradhëtuar. U kujtoj shqiptarëve se shqiptarët nuk janë vetëm barbarë, por dhe modern. Drejtor Agolli, poeti tokës dhe njeriut, mbetet shqiptar dhe nderi kombit, kur shumë shqiptarë nxitojnë të shqiptarizohen. Drejtor Agolli mbeti si mali tomorit që pret bor, shkrin bor dhe gjithë shekujt mbetet tomor. Ky është origina. Nuk mbulohet me një grusht. Ashtu dhe.